kem probleme pastaj jo vetëm në aspektin e përdorimit në teknologji të ndryshme, që mund të them që nga familja deri në sistemet të cilat sot elektronika jetë në një situatë jashtëzakonisht të rëndë. Dhe mendoj që në këtë drejtim ndonjë informacion që vjen nga këtë rast nga Federata Ruse nuk do të gëlltitet si tamam i vërtet. Mund të ketë blofe të ndryshme dhe këto të dy palët, më them drejtën, bajnë dhe zhvillojnë këso aktivitetesh me qëllim për të denegruar apo për të shkaktuar habi apo panik të pala tjetër apo e kundërta. Dhe mendoj që në këtë drejtim Ukraina gjendet para një situatë jashtëzakonisht të rëndë me atë çka pritet edhe nga plani amerikan, por mendoj që edhe nga situata vetë në teren, sepse dimri është bukur i vështirë në këtë pjesë dhe këtë historikisht kanë treguar që kanë mësuar edhe forcat naziste gjermane. Qartë, zotëbila nga ana tjetër, si mund të ndikoj dislokimi i këtyre raketave në Bielorusi në marrëdhëniet mes NATO-s dhe Rusisë? Kjo po është një situatë e cila ka të bëjë kryesisht në raportet, bile mund të them në raportet amerikano-ruse, historikisht në marrëdhëniet ndërmjet SHBA-ve dhe Ish-Bashkimit Sovjetik kanë ekzistuar disa marrëveshje, SALT 1, SALT 2, të cilat kanë pasur për qëllim do thotë reduktimin asaj që njihet si armë interkontinentale. Dhe pastaj me rrezet të shkurta veprimi bile ka qenë marrëveshja e cila është anuluar nga Putinin pas agresionit në Ukrainë pas 24 shkurtit 2022, kur ka anuluar marrëveshje të tilla që kanë të bëjnë me përdorimin e armëve me rreze të mesme, të cilat realisht nuk kuptojnë që mund të arrijnë cakun në gjithë Evropën. Dhe kjo është ai rreziku që mund të kanos sigurinë e përgjithshme në mes Federatës Ruse dhe Evropës këtë rast, por edhe amerikanëve të cilët dëshirojnë që stabilitetin në Evropë të arrijnë me marrëveshje me Rusinë, me kjo marrëveshje separate. Dhe kjo paraqet rrezik për zhvillimet e ardhshme të sigurisë dhe NATO sistemi, ose mund të them ajo deklarata e krevë të Komitetit Ushtarak të NATO-s, Giuseppe Dragone, i cili një admiral italian, kur kemi luftë me Rusinë, në kupton, ndoshta për shkaktuar paniken, po e ka fjalën për luftën hibride, që ka filluar bukur mati. Nuk starton me por nuk starton tash, por mendoj që kjo nënkupton edhe mosdosh Zotit në përdorimin e sistemeve të tilla, të cilat e sjellin mund të them shumë afër edhe atë kataklizmen që nuk e dëshiron askush, por NATO dhe Rusia de facto sot gjenden në një ballafaqe mund të them të drejtë për drejtë. Bili ajo ka filluar që nga viti 2022. Do kush mendon që edhe pak më herët, por efektivisht, operativisht ka filluar në vitin 2022. A ka mundësi, zoti Bilali, që ky sistem të përdoret më shumë si një mjet presioni politik ndaj perëndimit pa u aktivizuar kurrë në praktik? Ke drejt në këtë drejtim, mendon Bili ka qenë ai reagimi i presidentit rus në një konferencë për shtyp, ku ka deklaruar që po që se kanë sistem të mbrojtjes kundër orëshnikut, mund ta testojmë dhe ta bëjmë një test. Kjo ka qenë ndoshta ajo faza parë që ka treguar tamam atë jo blofin, mund të them realitetin. Mirë po ka qenë një kërcënim që ombrella mbrojtëse e Evropës apo vendeve perëndimore në Unionin Evropian ka qenë, kjo tregon edhe disa aktivitete që janë bërë me goditje me dron, që nga Polonia deri në deltën e Danubit në Moldavi, Rumani. Por kjo mendoj që do jetë pak a shumë një lloj test, dhe kjo ka shtyrë që edhe gjermanët të furnizohen pastaj në raportet e tyre me Izraelin si miq të rinj,
me një dashuri të re mes tyre, të marrin arrovin. Dhe ky sistemi mbrojtjes kundër ajrore, kjo ka efektin zënxhir pastaj që vendet të cilat dëshirojnë ta forcojnë kupolën e tyre të mbrojtjes, me që a është e mundshme që pastaj të kemi se ndonjëherë nga rritja e tensioneve krijohen edhe stabilitete, ta quajnë thojza, për arsye se është nevojë kundërpërgjigje dhe kundërpërgjigje balancat, botën e majnë balancat dhe ekuilibrat kur kemi dy fuqi. Dhe në një farë mënyre është një farë, mund të them, raporti i cili e baraspashon tër atë mundësinë që të kemë një lloj hegemonie nga njëra apo pala tjetër. Dhe kjo më duket që tregon që edhe në këtë sistem të tillë i cili projektohet në Bielorusi, do jetë për momentin mendoj jo vetëm aspekt psikologjik për vendet ose pjesën perëndimore të Unionit Evropian, por do jetë ndoshta edhe momentumi i cili po që se kemi gradim të situatës, për shkallëzim të situatës, mund të jetë nevojshme që pastaj ma letë distancat të shkurtohet. Mos të harrojmë, Ukraina ka rëndësi për atë që zgjerimin natës dhe hyrja kapaciteteve të tyre në Ukrainë, për shembull, po që se një goditje ndaj Moskës do të ishte dikon 7 minuta me hyrjen e sistemit të natës për brenda, ose ta marrum në pjesën lindore të Ukrainës, atëherë do të shkurtohej goditja për Moskën 3-4 minuta. E qartë, zoti Bilali, të kalojmë tek një tjetër çështje. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka ndërmarrë disa përpjekje diskrete për të bllokuar këtu shitjen e avionëve luftarak F-35 nga Shtetet e Bashkuara drejt Turqisë dhe Arabisë Saudite, duke shmangur kështu sipas tij edhe çdo përplasje publike me presidentin amerikan Donald Trump. Dhe pyetja është se sa serioze është i gjithë ky shqetësimi i Izraelit për shitjen e F-35 ndaj Turqisë dhe Arabisë Saudite dhe si mund të ndikojë në një ekuilibër ushtarak në lindjen e mesme? Ndikon shumë dhe ne tani të gjithë e dim, nuk është ndoshta ndonjë zbulim që mund të krenohet njëri, por dim gjithë se destabilitetin kush e prish në lindje të afërt dhe në përgjithësi në lindje të mesme. Kjo tani është mas e qartë, por balansat po ndryshojnë në lindjet të mesme, mund të them në përgjithësi. Deklaratat e tilla të cilat, mund të them, Harec ka një publikim jashtëzakonisht të mirë se çka mundet dhe çka nuk mundet Izraeli. Mendoj që sa i përket programit F-35 që është dakordim amerikano-turk, me që marrja sistemit S-400-shit Triumph